Të kuptohemi, nuk kam absolutisht as edhe ndjesin apo më minimale se Erion Velia është një person i pafajshëm. Erion Velia është një person i cili mbahet në burg për minimumi 100 e asaj që ka vjedhur dhe shpërdoruar, për të mos thënë 200 e saj. Por, duke thënë këtë, e vërtetë e pa diskutueshme është se të drejtat e njeriut u shkelen në mënyrë brutale, u përdor ndaj tij ajo praktikë që Enver Hoxha përdori ndaj Kadri Azbiut, që ishte një kriminal, një vrasës. Dhe në këtë rast, duke shkelur çdo procedurë, çdo ligj, i dhanë atij mundësinë të marrë guximin dhe të krahasojë me Farkun e Kolumbisë, partinë që në fakt, a i tha një të vërtet, narkoparti, narkoregjim. Kjo është e vërtet e Shqipërisë. Narkoparti, narkoregjim. Por të njëjtën ditë, personi që po të mirje qindra mijëra fjalë të fjalorit ton, nuk meriton të fjalë tjetër më shumë se sa lubin. E pa përmbajtur, njeriu që pas Edi Ramës ka vjedhë më shumë në historinë e shtetit shqiptar që nga themelimi i këtij shteti gjerësot, dhe kjo është Lubi Balluku. Lubi Balluku u paraqit në skap, edhe kjo si punë kolegësh me atë gjuhën e Erion Velis doli, por u paraqit në skap për të dëgjuar akuzën. Akuza ishte pa barazi në tendera. Të kuptohemi, në pamje të parë kjo duket një akuzë për t'u ngletndisur, po të kemi parasysh vjedhjet, mëkatet, vilat e tjera të saj. Por, po të marrim parasysh anën tjetër, se në formulimin e kësaj akuze, prokurori i çështjes u kërcënuar në mënyrë kriminale nga anturazhi i Lubis, po edhe nga vetë Lubia, Ervin, që dele i thot prokurorit, mos më kshif me rroba gruaje, se unë i heq këto vishem si burrat. Keni pa Lubia me kobure? Po, kërcënohet direkt nga Edi Rama, cili e ti thot që guxon ti prekësh pasaportën zëvendës kryeministres së Republikës Shqipërisë. Një copë hajdute që nuk ka shoqen hajdutri në 113 vjet e fundit. Zëvendës kryeministres. E vërteta, të vërtetën e nxori lakuriq, siç e dinim ne,
njeriu më i afërt i Edi Rams, në disa aspekte dhe shefi i tij, në disa marrëdhënie speciale, Baton Haxhia. Po tha, 50 milion avulluan, po ishte avullim gjeopolitik, duke përpjek të implikoni në këtë mënyrë presidentin e Turqisë. Nuk thot populli kot, po ndajte me qenë, pleshta do kesh. Po, se ishte gjeo, dhe geopolitiken e ka vetëm kryeministri. Të tjerët janë kota, janë gurshahu. Tani këtu të them dhe unë një gjë. Për hyrës vërtetës, jashtë përgjegjësies del asnjë, po geopolitikën e ka kryeministri, prap ju them. Këtu Batoni me cilin s'mund pajtohem kur në 1000 gjëra, por në këtë rast ai ka rapiks. Po, e ka kryeministri, e ka geopolitikën, s'mund ta ketë ministri. Po. Pra Edi Rama përdori geopolitikën për të grabitur 50 milion euro. Edhe keni parasysh, se është burimor, sa i gjithë ditën, me Ramën dhe njerëz të Ramës e kalon. Ndaj dhe zhvillimet brenda tyre janë shkërmoqëse. Dhe u bën më dramatike kur Rama mori vesh se Lubia në mesazhet e saj u thoshte varzëve se këto dhe ato janë për palloshin e gjatë. Çfarë gjuhë, po s'kam ç'i bëj. Do t'ja u them shqiptarëve ta marrin vesh se kjo është e vërtetë, absolute. Janë në SMS dhe një mail. Kur del në dokumenta se kompania ka paguar udhëtime dhe qëndrime të Edi Ramës, Erviz Berberit, Lubi Ballukut, në një resort se çfarë ishte ai, në Athinë. Ku? Të gjithë qeverisë. Urdhroni. Pra, së fundi, Lubia nuk i tha vetëm Preçit që unë heq rrobat e gruas edhe vishem si burr. Në fakt e a tha dhe Ramës, palloshin gjatë, në zyrë, në prani të dy dëshmitarve. Eksakt. Nuk jam qurraveci i bashkisë, tha unë. Po, ndaj dhe filloi në mënyrë të rrufeshme izolimi i saj digital, u fshin me shpejtësi të madhe, miliona klikime, share, angazhime, poste e të tjerë. U bë një ekzekutim digital i Lubis, sa që në rrafshin digital ajo s'quhet më Lubi, po quhet Rahmetlie. Rahmetlie Balluku. Po, ju garantoj se asgjë nuk e ndalon këtë proces.
por për çdo opozitar duhet të jetë shumë e qartë se Edi Rama është strumullari, është shtylla, është kolona e të gjitha këtyre vjedhjeve. Unë nuk them se çdo vjedhje është bërë nëpërmjet tij ose prej atij. Jo, po ka i gjë. Po u korruptua kryeministri, vjedhja bëhet masive. Vjedhja bëhet masive. Po të kalojmë nga tuneli Llogaras 50 milion tek aeroporti Vlorës 140 milion. Po, 140 milion është garancia sovrane e biletave të munguara për 10 vite që i ka dhënë Rama vetes vet. Të merë, do më thënë. Dhe aeroportin, koncesionari do të shfryzoj për 35 vite, do të ketë një fitim 700 milion euro. Po këtu aferat mbysin aferat, gjën më të qartë, e thoshte një gazetar, në një bisedë konfidenciale. Rama nuk mund të hetohet. Nuk ka shanse. Pra, këto kisha unë për të premten e zezë.